Këto pore dikon du të mi hargju, biletin I mujna shtetit tonë, venit tonë, ti pagujna taksat, ti forcojna punëtorët, klasën punëtore, që ata janë shtresa më e rëndësishme krejt ekonomisë edhe krejt globit. I ftoj krejt pronarët e bizneseve, shefat që me I vlerësu punëtorët e vetë edhe ju bëj thirrje popullit tam mos me dal prej këtij vendi me dashje të vend të mirën tjeqe, se ka më ardhur koha dhe neve më forcue më bë më të mirë me uç mirë rrymë se ka më bë mirë, se nuk është vetë zetar çish po thotë ky kolega. Ka më bë mirë, kjo është shpreha e pamshme, do të bëhet mirë. Ekzon, faleminderit. Ka më bë mirë. Faleminderit për këtë shprehje që na dhe. Përshëndetje. Edhe për t'ju do bëhet mirë, kështu që definitivisht puna është ajo që na tregon rezultatin në vitet tona të ardhshme. Për t'ju kthy në pak minuta edhe një temë shumë të rëndësishme, siç është arsimi, rreth se fillove pak për të folur. Për gjendjen shqetësuese. Se gati më ka dha nga klasa parë me fillu edhe një herë për shkak të fëmijëve. Ata kanë një pjesë kozë në mësim, ka nxënësa shumë. Po me secilin prej tyre punoj personalisht vetë shtëpi. Marr jo në pyetje, po pyetje detajshme, janë edhe përdorues mirë të teknologjisë, pyetje detajshme për kurrikulën, për secilin mësim. Edhe shoh që mësuesi nuk ka kohë më marr me zbërthimin e mirë të secilës landë. Edhe ti unë në shpesh për çka fëmia jam, çush më thon, shfaq talent më shumë, shfaq interesim më shumë. E që në shkollë nuk e vërejnë. Është, do të thonë, unë saktë të jashtë nuk luftoj me krahasu me të tjerë fëmijën tam, ai më I mirë ma, absolutisht. Nëse nuk e kalon te unë testin, nuk përras vlerësim, ai mësuesi më vlerësu me çfarë do note, po ciao. Vajzës vogël ta nos kum gabu njerë kam lonë nesh në shpe, hala ma përmen. E pas ka demoralizu komplet. Ja ka u këthy ketë për smari, në fakt ka diku shumë virë, se për kjo problem janë, se vje puna me mësu fëmin të më Shqip, unë e po që aty po mi merë teknologjia fëmit. Shqip nuk di kemi artikulu gjanat, s'po di që shme thonë, edhe u dash me punu me ta intensivisht edhe, se puna, ngarkesa, kështu me ratë, me 3 fëmijë punoj vazhdimisht, e di që se cili ndryshim radikal në sistemin arsimor është I domosdoshëm parsim nuk I beku një gjo. S'kena shtet. Nëse e vërtet. Gjul, ti të ardhmen, tënde, krijimin e familjes, martesën, fëmijët, ke dëshirë ti bësh këto në Kosovë? Heq ma lakë sot më ngjas, ju e dini që unë kam 120 anëtar në Finlandë dhe fola me nanën se më mërmalli, çdo më ngjas flas, ka 1 orë në ngërmi ku shkoj, edhe I thash tash non, tash faleminderit, motis ja kam thënë prindve të mi, faleminderit që vitet të 10-ta keni marrë një sakrificë të madhe, jeni nisë me trena për Kosovë, për një të ardhme për neve më të mirë. Dhe unë jam shumë faleminderuese sistemit shkollor të Finlandës që jam eduku, jam vlerësu dhe unë kanë shty për atë që unë jam ma e dobishme për të bërë, si gjuli, si person. Dhe kjo shkollim që unë atje e shof, dhe kur e krahazoj me shtete ndryshme, që kam jetu 7 shtete ndryshme, e shof ku është Finlanda, ku është Anglia, ku është Amerika, New York, ose ku është Aziatike, shtetet Aziatike dhe Kosova. Dhe mu më vjen keq që fëmijët tonë, rinia jonë që unë flasë shumë se jetoj midis 2 shkollave Prishtinë, edhe kur ulna dhe rrimeta dhe I pës, çka keni dëshirë mu bo? A beson që akoma ata mbrëndësi nuk e di që a dojnë me bo. Ata dojnë mu bo prindë që ja kanë futu në kokë, të I thonë ti ke mu bo doktor, ti ke mu bo avokat, të ekonomiste. Që të janë 3 gjëra ma shumë të qëndërshme. Sepse unë me që dash vjatë të pyta. Dhe kja mu vjen ka që imponohen fëmijët tanë prej prindve që janë atë mendësin so e kanë. Fëmijës do të mja zhvillu talentin. Talent për çka është I shka, për çka mund të jetë I dobishëm esencialisht. Dhe për mu, se një grua që jam 36 vjetë, që mendoj që të kryoj një familje, do të bëj fëmijë të mi, unë Kosovën e shoh një Kosovë të sukseshme, të fortë në të ardhmen, por pa punë dhe pa reflektim, kuj na kon, ku jena dhe çka do të me bo na, prej politikanëve dhe prej institucioneve, deri të shtresa që do të janë fuqi punëtore dhe të gjithë tjertë, mi shtin këtë pako, na nuk mundu me bo vendin tonë më të bukur. Unë, fëmijët e mi, do të normal që ata do fjasin shqip. Si është zhvillu Finlanda, si është zhvillu Zvicra? Na moru shemboj, me punë janë zhvillu, dhe kjo është ajo që unë du me tru Kosovë, dhe kjo është arsyeja pse unë në politikë më thonë që kam e hi një ditë. Nuk jam akoma gati, po kur të hy?
Kjo është ajo. As ta kanë qelderën, është as kanë Ma kanë qelderën, për s'jam gati akuma. Arsimi, shëndetësia janë dy gjërat më të rëndësishme për një popull të ri.